këtu tash nëse merret përbas, kjo ka qenë pjesë historike e subjekteve që shpeshherë edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova, me subjekteve ka ndikime të ndryshme, por ndryshe shumë interesuar se të dy shtetet, edhe Kosova edhe Republika e Shqipërisë, kanë detyrime të ndihmojnë. Të paktën aty kur nuk munden të ndihmojnë, mos pengojnë, sepse interpretohet. Unë doja ta kapi në një segment tjetër, sepse shpeshherë kur ka pasur ndërhyrje nga Shqipëria apo nga Republika e Kosovës, gjithmonë politika maqedonase ka reaguar. Por tani sikur ka ndryshuar qasjet dhe kemi dilema tona kush me kë bashkëpunon. Kjo nuk kupton mospasja e një strategjie të përbashkët dhe kjo thjesht krijon me subjekteve po dhe qytetarëve, sepse ne këto dy shtete i duan të pastra dhe mundeni të ndihmojnë aty ku munden të ndihmojnë, por çdo pjesë tjetër negative nuk besoj që shkon në interesin e qoftë liderëve tanë apo dhe subjekteve të caktuara, sepse tani më këtu në Maqedoninë e Veriut nuk është çështja partijake, por thjesht është e drejta autoktone, dhe kjo nuk kupton që edhe Shqipëria, por edhe Kosova nuk kanë një strategji se si ta mbrojnë kombin në përgjithësi. Unë i përmenda edhe vetë ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, ku ishte edhe zoti Konjufca, ne jemi vetëm komb që nuk e dim sa jemi në numër. Dhe nga momentin që dihet në aspektin faktik sa jemi, atëherë edhe të drejtat tona universale do të ishin më të parafërta, sepse ne vetëm duhet marrim shembull. Dhe Shqipni, Greqia i ka 14 pikë kundër Shqipërisë, ndërtimi Veriut e Pirit, marrja e ndikimeve fetare kështu me radhë, po ashtu Serbia i ka qasje, gjithmonë pretendon për të marrë territorin e Kosovës. Maqedonia e ka kollaboruar komplet Maqedoninë e Veriut në aspektin kushtetues dhe ligjor, dhe nga ana tjetër ne jo vetëm që nuk kemi mundur të përballemi me këto, por unë besoj që duhet të krijohet një trumb i ri juridik dhe ne duhet të hapim konteste në aspektin historik, se gjithë ato prona dhe pronësi që janë të shqiptarëve duhet edhe të bëhet kompenzimi, siç është në Naumi ose në vende tjera që drejt për së drejti në aspektin gjeografik, historik, materiale kështu me radhë. Madje ju keni prekur në një bisedë që mund të rikthehet Naumi. Po tash ka dy forma. Ne themi në aspektin juridik, kur pala e dëmtuar ka të drejtë dhe detyrim të hap një kontest në aspektin pronësor, në aspektin publik dhe aspektet që kanë bëjnë drejt për së drejti se kujt i tregon prona dhe pronësia. Prandaj shqiptarët duhet të kenë di vëmendje, flas për gjithë si kohë. E para është Vatikani. Komplet historia jonë, prona jonë dhe gjitha kishat që janë Kosovë, janë Shqipëri, janë Maqedoni, ato janë të regjistruara. Dhe shihni Perëndërinë Osmane, ne kemi gjitha tapit që janë pastër shqiptare. Flas nga zona im ku vi unë, në vitin 1428 është bë regjistrimi i popullatës aty, tregon sa vejushi ka pas, sa ka pas frim, bagëti e kështu me radhë, dhe ato dokumente ne duhet të hapim kontest, të paktën si institucione juridike, dhe prandaj shqiptarët kanë probleme juridike të përbashkëta, me të cilën me një veprim ne të drejtohemi gjykatave ndërkombëtare për këtë çështje, të paktën ne nuk duam që të rikthejmë pronat ose pronësitë me shteteve, por të paktën të dimë se pjesa që na takon neve mund na kompenzohet dëmi. Ju shihni Kosova nuk ka një strategji për kompenzimin e dëmit që i bani Serbia që pas lufte e këndej. Këtu në Maqedoni do shihni çështja më problematike është se nga njëra anë shqiptarët i nxjerrin si viktima, si hajdut, nëse nga ana tjetër shohin si kapitalin shtetëror dhe strategjinë ekonomike industriale, shqiptarët posedojnë vetëm 1.9, pjesën tjetër është pastër menaxhohet nga maqedonasit. Dhe nga ana tjetër publik thuhet se shqiptarët kanë vjedhur kështu me radhë. Nga ana tjetër shohim se të gjitha ato pronat që janë në nivel shtetëror pikërisht janë
të menaxhuar nga maqedonasit dhe kjo përban pjesën tjetër. Mos harroj edhe një çështje për ne në Maqedoni që është problematike dhe duhet të problematizohet. Ju do shihni që tani Maqedonia ka sjellur një ligj për regjistrimin që do të mbahet në vitin 2030-31, ku ati i ndan qytetarët në rezident dhe jo rezident, dhe kjo humbën një numër shumë të madh të shqiptarëve. Pasi vizitimi i Preshevës. Njëjtë situatë dhe më frikon ajo që shpeshherë mund të ndodhë që edhe pronat të humbet këtyre qytetarëve dhe e vetmja gjë që aktualisht duhet të alarmohet pikërisht është pjesa me të cilën ne flasim aktualisht, se fshirja e këtyre banorëve autokton të të shndronin në rezident apo jo në rezident, kjo thjesht krijon shumë probleme dhe pjesa aktuale që është përveç regjistrimit, shqiptarët do të jenë detyruar që të ngrenë zërin, sepse ka dhe një ndërhyrje tjetër që e bëjnë shërbimet, do të shihni shumë shtetësi kanë ardhur shtetas turq që marrin në Maqedoni, bëhet fjalë me mira. Nga ana tjetër kemi largimin e shqiptarëve dhe ato zëvendësohen edhe me shtetësi maqedonase që jepet turqëve dhe kjo gjithë ata janë regjistruar si musliman dhe kjo e prish taborin e të nësishëm të kombit shqiptar. Prandaj them se shqiptarët në Maqedoni duhet të jenë shumë të kujdesshëm edhe duhet t'i lexojnë në të gjitha këto shqetësime që vijnë nga jashtë dhe fatkeqësisht nga mos koordinimi neve u ndihmojmë armiqve shqiptar. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, si gjithmonë biseda me ju shumë kënaqësi për çështjen që trajtuam, të jam mirënjohës shumë. Faleminderit, sukses.